Mirë të ndëruar teleshikues, në rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës dhe për gjatë minutave në vijim do të diskutojmë se i takon të gjithë procesit të votës së diasporës, pasi ka qenë vetë kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi, i cili ka bërë një njoftim shumë të rëndësishëm për diasporën shqiptare në lidhje me shpërndarjen e fletëve të votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025. Celibashi ka konfirmuar se fletët e votimit do të dërgohen në Europë duke nisur nga data 15 deri në datën 22 prill dhe në të gjitha kontinentet e tjera aty ku ka shqiptar nga data 15 deri në datën 25 prill. Nga ana tjetër, Celibashi ka siguruar shqiptarët jashtë vendit se nuk do të kenë asnjë kosto për dërgimin e fletës së votimit, pasi do të jetë vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i cili do të paguajë të gjitha tarifat. Teksa do të diskutojmë për gjatë minutave në vijim sa i takon kësaj çështje me ekspertën zgjedhore Gerta Meta, e cila më bashkoi në këtë momente në një komunikim të drejt për drejt nëpërmjet Skype-it. Gerta, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Faleminderit Albi për ftesën. Gerta, duket sikur gjithçka është gati, duket sikur emigrantët janë gati për të votuar, por edhe autoritetet të cilat merren me të gjithë procesin e fletës së votimit dhe shpërndarjes së tyre do të nisin punën duke nisur nga data 15 prill, pra e mërkura e 15 prillit. Për Europën do të zgjas deri në datën 22, ashtu siç e theksova, dhe për kontinentet e tjera deri në datën 25. Ne së bashku do të ndalemi tek të gjitha teknikalitetet e mundshme në një farë mënyre për të sensibilizuar edhe emigrantët të cilët na ndjekin në këto momente për mënyrën se si ata duhet të kujdesen për zarfin dhe fletët e votimit dhe gjithçka që përmban brenda zarfi. E nisim pak së bashku, Gerta, me procesin e dërgimit. Të gjitha faturat të gjitha tarifat do të jenë të paguara nga vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe emigrantët nuk i detyrohen absolutisht asnjë kost të shtesë. Po, është shumë e vërtetë të gjithë panorama dhe përshkrimi që juve e kishit shumë të saktë në lidhje me mënyrën se si do të operohet për të përfshirë më në fund të gjithë shtetasit shqiptar jashtë territorit të Shqipërisë për të realizuar të drejtën e tyre kushtetuese në 11 maj, duke votuar pra në procesin e zgjedhjeve të 2025-s. Patjetër që ajo çka ne kemi diskutuar edhe herë të tjera së bashku është që e gjithë ajo energji pozitive që komuniteti i gjithë shqiptarëve jashtë territorit të Shqipërisë e shprehu me gatishmërinë për të regjistruar në platformën PER të përgatitur dhe të ofruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Tashmë ne kemi të krijuar këtë lloj regjistri edhe këtë lloj konfirmimi nga gjithë shtetasit që e kanë pranuar më në fund këtë lloj praktike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të regjistruar aty. Edhe në 11 maj, patjetër që ata që janë regjistruar pra të gjithë zyrtarisht në këtë lloj platforme kanë të drejtën për të votuar. Dhe patjetër që të kryet akti i votimit, ju e dini që në ndryshim nga qytetarët shqiptar brenda territorit të Shqipërisë, të cilët u drejtohen qendrave të votimit, natyra e votimit dhe specifika e mënyrës se si do të votojnë shtetasit shqiptar jashtë territorit të Shqipërisë është pikërisht se atyre do t'u dërgohet nga Shqipëria, nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mënyrë të drejtë për drejtë të gjitha materialet zgjedhore, çka do të thotë që ajo që materiali zgjedhor më i rëndësishëm kuptohet që është fleta e votimit, por bazuar në kodin zgjedhor dhe në rregulloren që ka përshkruar dhe ka përcaktuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të përgatitet një zarf në brendësi të cilit do të jenë këto materiale zgjedhore dhe pikërisht do të jetë fleta e votimit, e cila besoj që nga nesër fillon përgatitja në mënyrë të vrrueshme për të kapur si thua ritmin që në 15 prill të fillojë shpërndarja nëpërmjet operatorit të përzgjedhur postar. Dhe natyrisht ajo që vlen të përmendet është që hapi i parë është që fletët e votimit të gjitha do të zbulosen nesër nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. U flasim gjithmonë për targetin e fletëve të votimit që do të përdoren nga gjithë shqiptarët jashtë territorit të Shqipërisë. Dhe pikërisht mbasi fletët do të zbulosen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të futet në një zarf i cili
zarfi do të ketë dhe një uzues specifik ku përshkruan të gjitha hapat që duhet të ndjekin, edhe ndoshta edhe si një lloj rikujtese për të mos konfuzuar votuesit jashtë territorit të Shqipërisë. Dhe patjetër që është fleta e votimit, është një zarf specifik i cili do të futet fleta e votimit dhe mbasi fleta e votimit futet në këtë zarfin A, le të themi, të përcaktuar ose të etiketuar me këtë gërm të alfabetit, do të mbyllet mirë me kujdes në atë pjesën ku hiqet ngjitësja dhe mbyllet zarfi dhe patjetër që aty duhet ketë një lloj kujdesi maksimal nga gjithë shtetasit shqiptar jashtë territorit. Mirë, duke qenë se u ndalëm tek zarfi Gerta, ky zarf do të ketë element të sigurisë, pra për të patur parasysh që nuk do të hapet nga të tjerë individ ose në momentin që mbyllet sërish nga shqiptarët në diasporë nuk mund të hapet dhe të tjetërsohet vota. Shiko, më lër ta them pak rendin e procedurës dhe pastaj patjetër që do ta themi edhe këtë aspektin dhe të shqetësimit në lidhje me sigurinë. Pra, mbasi fleta e votimit merret nga votuesit jashtë territorit të Shqipërisë, do të bëjnë zgjedhjen e tyre dhe mënyrën e votimit të tyre, duke votuar për subjektin ose për kandidatin që ata preferojnë. Dhe pastaj, mbasi mbaron akti i votimit, futet në zarfin A dhe mbyllet zarfi A. Mbasi mbyllet zarfi A, i cili është një zarf që nuk ka asnjë lloj, si thuash, mbishkrimi ose është një zarf i pastër dhe patjetër që nuk duhet asnjë lloj shënjestre, asnjë lloj zgaravine, asnjë lloj mënyre për të përshkruar ose për të vënë në fundit dhe emrin e vet, nuk duhet. Duhet një zarfi ashtu si kundër ja ka dërguar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i pastër edhe i pa nënshkruar, edhe sikur thua edhe një vi e vogël nga pakujdesia, do mundet që ta riskojë zarfin për tu klasifikuar dhe për tu votuar. Dhe ky zarf A, i cili ka në brendësi fletën e votimit, do të futet në zarfin B, që edhe ky është një zarf i cili aty do të ketë atë si thua identitetin në kuptimin kur të vinë në Shqipëri, pasi vjen në Shqipëri, duhet, jo për ata, është që kanë atë bar kodin që identifikon se kush është votuesi dhe çfarë qarku i përket votuesi dhe mbasi futet edhe ky zarf dhe mbyllet dhe zarfi, ngjitet zarfi pra në atë shiritin që mund të ketë zarfi, futet pastaj në zarfin e madh që është zarfi i operatorit të shërbimit që do ta rikthej pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kjo është procedura. Patjetër që kujdesi dhe ajo që ne të gjithë kemi vëmendje maksimale është që patjetër mënyra se si do të operohet është shumë individuale dhe është si thuash në përgjegjësinë edhe në tagrin e votuesit të gjithë shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë që ta kryejnë këtë akt në mënyrë të fshehtë, në mënyrë individuale, as pak kolektive, as pak le të themi në ambiente të cilat provokon si thuash diskutimin masiv edhe si thuash një vendimarrje masive të orkestruar nga njerëz të cilët mund të kenë dëshirë për të orientuar votën e gjithë shtetasve shqiptar. Pra, është votë individuale e fshehtë, është një vendimarrje që ata e marrin duke votuar në kushtet e shtëpisë tyre apo ndoshta në një ambient që ata e mendojnë si më të qetë. Dhe mbasi kryet ky akt dhe brenda 3 ditëve i është lënë kohë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ky është një moment që ne duhet ta themi edhe ta nënvizojmë që qytetarët shqiptar në momentin që do marrin fletën e votimit, ata do të dërgojnë një konfirmim sërish nëpërmjet platformës PER për të informuar Komisionin Qendror që e kanë marrë, si thua, materialin zgjedhor ose zarfin me materialet zgjedhore për fshirë fletën e votimit, sepse ajo është, si thua, pjesa më e rëndësishme për të kryer aktin e votimit. Dhe në momentin që ata mund të kenë ndonjë pyetje ose pikpyetje në udhëzuesin që do të kenë brenda zarfit kur t'ju shkojë në adresën e shtëpisë, ata mund të kontaktojnë në çdo moment, në çdo kohë me të gjitha opsionet që ju ka vënë në dispozicion Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, qoftë me telefon, qoftë me mesazh në WhatsApp, qoftë duke rezervuar një komunikim në platformën e KQZ-s, qoftë duke pyetur Komisionin direkt, Komisionin Qendror i Zgjedhjeve nëpërmjet telefonit, apo qoftë edhe duke parë edhe duke shkarkuar ato videot informuese dhe sqaruese që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të ketë në diskutim dhe në vijim për të informuar dhe për të orientuar mënyrën se si do të votohet dhe mënyrën se si do operohet për të kthyer fletën e votimit nëpërmjet postës ose postierit i cili
do të trokasi në derën e gjithë secilit nga shqiptarët që janë regjistruar, do shkoj 1 herë, do shkoj 2 herë, do shkoj 3 herë, dhe në qoftë se nuk e gjen edhe në këto 3 herë, do lihet një takim në ambientet e postës dhe për të kontaktuar drejt për drejt me postierin, që mos ketë asnjë lloj dileme që nuk ka pasur komunikim, nuk ka pasur kontakt, edhe për ajo që vlen të theksohet është qëllimi final që bëhet gjithë ky investim, dërgohen gjithë materialet zgjedhore dhe në mënyrë të padiskutueshme brenda 3 ditëve nuk duhet ta vonojnë si thua dërgimin e zarfit ku janë të gjithë elementët që ne përshkruam. Dhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme, Gerta. Pra nuk do të ketë një vend të posaçëm ku vetë emigrantët do të shkojnë dhe do të tërheqin zarfat, por do të ketë postier të cilët do të trokasin në derën e çdo shtëpie të çdo shqiptari që është regjistruar në aplikacionin PER për të qenë pjesë e zgjedhjeve parlamentare. Po, patjetër. Domethënë, fillimisht prandaj dhe pati një lloj insistimi dhe një lloj diskutimi dhe një komunikim shumë korrekt kur ata regjistroheshin në platformën PER dhe kishte dhe prandaj kërkohej dhe deklarimi i vendbanimit të tyre, pikërisht pra se do vinte ky moment kur do të dërgoheshin materialet zgjedhore dhe patjetër që duhet një adresë e vendbanimit ku ata jetojnë në gjithë territoret dhe shtetet ku ata kryen aktivitetin e tyre, kështu që bazuar në të gjitha deklarimet zyrtare që ato kanë bërë në platformën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pikërisht në ato adresa që ata kanë deklaruar të sakta, besoj patjetër, sepse është bërë edhe çekimi i fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të kryhet nëpërmjet këtij operatorit të shërbimit postar, i cili do të trokasi në secilën nga adresat që ata kanë deklaruar. Dhe patjetër që le të themi në 3 herë dhe insistimi është i fortë që ata duhet të nënshkruar, duhet të komunikojnë drejt për drejt me këtë postierin, le ta themi në zhargonin më popullor, pasi aty do të konfirmojnë, do të firmosin, edhe aty do të marrin në mënyrë individuale të gjithë zarfin me udhëzimet përkatëse për mënyrën se si do të votojnë deri në datën 11 maj. E qartë, Gerta, unë si emigrant i cili ndodhem në Itali, për të kapur një shembull konkret, në momentin kur do të nisë edhe shpërndarja pra datën 15 prill, vjen postieri dhe më dorëzon zarfin përkatës me të gjitha materialet zgjedhore brenda saj. Unë hap zarfin, çfarë duhet kem parasysh? A ka element të sigurisë? Dhe çfarë ndodhet konkretisht brenda zarfit? Pra, do të kemi të bëjmë me disa materiale zgjedhore apo do të jetë thjesht fleta e votimit ku unë do të votoj për partinë dhe individin kandidatin përkatës? Dhe më pasi unë mbyll procesin e votimit, kur do të paraqitet sërish autoriteti postar i cili do të merret për të tërhequr zarfin tim, të vulosur, të mbyllur sërish me votën time brenda dhe më pas ku dhe si do të bëhet ridërgimi i saj? Po, patjetër që është një moment i rëndësishëm për të vlerësuar. Unë e theksova edhe pak më përpara që secili nga shtetasit jashtë territorit të Shqipërisë në adresën që ka deklaruar, do të komunikojë me postierin në mënyrë të drejtë për drejtë ku do t'i dorëzohet i gjithë materiali dhe zgjedhori përgatitur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe pikërisht është ajo që thash, do jenë 3 zarfa ku ndër to materiali më i rëndësishëm është fleta e votimit, edhe 2 zarfat A dhe B. Dhe fleta e votimit fillimisht mbasi plotësohet në mënyrë individuale edhe shumë korrekte, pa bërë asnjë lloj zgarravine dhe duke respektuar, si thua, kodin dhe mënyrën e votimit, duke përdorur ato shenjat e X-it apo të plusit, edhe duke bërë përzgjedhjen e duhur për secilin nga subjektet dhe kandidatët, e mbyllim, e palosim fletën e votimit, futet në zarfin A, mbyllet zarfi A, futet në zarfin B, mbyllet dhe zarfi B, pa bërë shënime dhe pa bërë, si thua, shenja të cilat mund të Pra qytetarët duhet të tregojnë shumë të kujdesshëm për të mos lënë asnjë lloj dëmtimi, sado dhe një vit të vogël me stilolaps nga një gabim. Asnjë lloj shënimi, asnjë lloj pse rrezikon të quhet e pavlefshme, Gerta? Po, nuk nëse do të ketë, si thua, të tilla shenja specifike që e bëjnë të dukshme, ndërkohë që udhëzimi edhe gjithë videos sqaruese dhe fushata ndërgjegjësuese që do të bëjë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ne do ta shikojmë dhe në vijim,
duhet patjetër ashtu siç ja u ka dërguar komisioni pas një lloj shenje. Po mirë, po në qoftë se ka dëmtime të këtyre zarfave nga vetë autoriteti postar i cili do të merret me shpërndarjen, si procedohet më pas? Patjetër që në vijim ne do të kemi, si thua, një lloj udhëzimi edhe si thua një lloj listimi të mënyrës se si do të konsiderohen materialet e dëmtuara. Do të jetë një vendimarrje që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve besoj patjetër në vijim do ta ketë. Edhe patjetër duhet që është në tagrin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të thënë që janë flet ose si thua zarfa të cilat do të ndahen veçmas edhe do të deklarohen si zarfa të dëmtuar dhe pastaj do të merret një vendimarrje nga komisionet zonale të administrimit zgjedhor e cila është specifike edhe për mënyrën se si do të kur të filloj procesi i numërimit për gjithë votat e shqiptarëve jashtë territorit shqiptar, jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, dhe ky është një moment i cili ne do ta shikojmë që do të ketë një vendimarrje që edhe zarfat e dëmtuar do të numërohen apo do të deklarohen si zarfat e dëmtuar edhe nuk do të konsiderohen dhe nuk do të numërohen. Pra është shumë shpejt ta themi këtë gjë, sepse është ekskluzivitet i vendimarrjes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Por besoj që fakti që ka një lloj kujdesi edhe në udhëzimin që ata do të marrin, do të jetë një flet dhe një udhëzues i cili do të jetë brenda zarfit që ata do të marrin, përveç se fletës votimit dhe zarfave ku do të futet fleta e votimit, aty jepet përshkrimi edhe gjithë ecuria dhe gjithë hapat që ata duhet kenë kujdes që mos bëjnë asnjë lloj shënimi, asnjë lloj grisje, asnjë lloj ngatrese, në kuptimin e asaj që zarfi është i bardhë dhe ashtu duhet kthyer pas një lloj shënimi dhe asnjë lloj shënjuesi, asnjë lloj shenje specifike. Dhe besoj që nuk është ndonjë gjë e vështirë për ta kuptuar edhe nga ana e gjithë shtetasve dhe votuesve jashtë territorit të Shqipërisë, është thjesht çështje kohe dhe çështje e momentit kur ata do të ulen, duke respektuar edhe deri aty ka vajtur kujdesi i komisionit dhe i udhëzimit komisionit që udhëzuesve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku thuhet që një stilolabs blu edhe të bëjnë shënimin e duhur kur të votojnë, edhe kaq dhe asnjë shenjë tjetër, zarfa duhet jenë ashtu të pastër edhe me gjithë kujdesin që ata e kanë brenda materialit zgjedhor. Pra, besoj që nuk është ndonjë gjë edhe e vështirë le ta themi si proces, por kujdesi duhet jetë maksimal për vetë faktin që mos krijohen ato alibirat që nesër të krijohen pavlefshmëri të fletëve të votimit ose të zarfave ku janë fletët e votimit që do të rikthehen ose do të vinë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nëpërmjet operatorit të shërbimit postar. Gerta, sa vota në total presim nga diaspora dhe mesazhi jot i fundit drejtuar shqiptarëve të diasporës? Pavarësisht se ne do të kemi komunikime të tjera, sërish udhëzime të tjera që vinë nga vetë ju ekspertët, por edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por për tani mesazhi jot që të jetë i qartë si gjithmonë. Patjetër që ajo që vlen të përmendet është që ne thamë që është krijuar tashmë regjistri dhe le të themi që rreth me parafërsi 246.000, le të themi 245.958 nëse nuk e kam gabim, por rreth 246.000 zgjedhës janë regjistruar në platformën PER. Unë nuk mund ta them dot në mënyrë ekskluzive, e para nuk më takon edhe për staturën që unë përfaqësoj si vëzhguese vendore, nuk e llogaris dot edhe nuk e parashikoj dot që në 246.000 zgjedhës, të cilët janë regjistruar dhe kanë të drejtën e votës deri në 11 maj, sa realisht votues potencial do të jenë. Uroj që të jenë 246.000, ashtu si kundër janë regjistruar. Megjithatë, kjo vlen për të parë edhe nga kujdesi që do të kenë gjithë votuesit shqiptar nëse ata janë shumë rigoroz dhe shumë kujdesshëm në respektimin e hapave dhe të gjithë kërkesave që kërkon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që vota e tyre të mos të deklarohet e pavlefshme dhe fleta e tyre e votimit mos ketë problematika që të mund ta riskojnë si thuash idenë e asaj që do të konsiderohet apo do të numërohet në vijim vota e diasporës edhe gjithë qytetarëve shqiptar. Por unë mendoj që shtetasit shqiptar megjithatë
si thua, dëshirën e tyre të madhe dhe insistimin e tyre për të regjistruar pranë komisionit, pranë platformës Komisionit Qendror Zgjedhjeve, shpresoj që ata derisa ishin kaq të gatshëm, të jenë të gatshëm edhe për të realizuar në mënyrë faktike votën e tyre, duke votuar në mënyrë individuale dhe shumë korrekte dhe shumë të fshehtë dhe shumë demokratike. Dhe porosia ime dhe kujdesi dhe apeli që mund t'ju bëjmë gjithë shtetas dhe shqiptar, ashtu sikundër ne kemi thënë që ata janë njerëz që janë larg presionit politik, të mundet të jetë një votë e drejtë për drejtë, shumë e sinqertë, dhe një votë që në fundit bëj dhe diferencën për sa i përket mënyrës që të rrisi standardin e zgjedhjeve në Shqipëri, që nuk është një votë e kërcënuar, nuk është një votë e intimiduar, por është një votë ashtu sikur kanë dashur gjithë shtetasit shqiptar për të dhënë kontributin e tyre në përmirësimin e demokracisë në Shqipëri me votën e tyre. Shpresoj që këtë radhë janë votues, ndoshta në zgjedhjet e radhës mos jenë vetëm votues, por të jenë edhe përfaqësues Parlamentit të Shqipërisë. Kështu që ky është një moment, le të themi, historik për sa i përket historisë së proceseve zgjedhore në Shqipëri, ku do të ketë ndikim aq sa mundet të ketë ndikimin e vet si vota brenda territorit të Shqipërisë, meqense jemi të barabartë brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë për sa i përket fuqisë së votës. Kështu që është një moment që patjetër e kanë kërkuar të gjithë shqiptarët, e kanë premtuar partitë politike, le të shikojmë që edhe fushata kur të fillojë në 11 prill, ti mëshoj këtij fakti që të gjithë shtetasit shqiptar ose të gjithë votuesit, nuk ka rëndësi brenda apo jashtë territorit të Shqipërisë, duan zgjedhje të lira, të ndershme dhe demokratike dhe mirëqeverisje në legjislaturën e ardhshme në Parlamentin e ri të Shqipërisë. Të falenderoj shumë që ishe sot në Fox News, Gerta, si gjithmonë është kënaqësi. Faleminderit dhe ju gjithmonë për ftesën. Ka publicitet, rikthehemi sërish pas pak.